Të komunës së Obiliqit. Mirëmbrëma, mirë se vini zoti Thaçi. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Natyrisht dua të flasim fillimisht për garën e balotazhit në rundën e parë, rezultati të jetë i ngushtë zoti Thaçi. Balotazhi do të jetë vendimtar, gjasat ndaj Xhafer Gashit me 9 nëntor. Sigurisht që ishte një garë shumë e ngushtë që unë shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët e komunës së Obiliqit që nga viti 2021 kur atëherë në atë kohë ishim në balotazh dhe që kishim 2500 vota, në vitin 2025 pra në këtë garë me 12 tetor kishim mbi 5600 vota, pra është një rritje shumë e madhe e që u jam mirënjohës gjithë qytetarëve të komunës së Obiliqit për kënder të madh që i kanë bërë lëvizjes për të vendosur edhe respektivisht mua si kandidat për kryetar komune. Megjithatë, jeni i dyti, nuk jeni i pari, zoti Thaçi. Xhafer Gashi mund të ketë gjasat më të mëdha apo jo? Po, është një garë shumë e ngushtë, jemi vetëm 233 vota ofër njëri tjetrit, pra marrë parasysh që unë konsideroj që ne jemi fitus tek votat e qytetarëve shqiptar atje, sepse kemi votat e qytetarëve shqiptar dhe që lista serbe ka pas një koalicion të fshehtë siç po shihet me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A keni fakte, argumente kur akuzoni për një koalicion të fshehtë mes LDK-s atje dhe listës serbe? Po, nëse e shikojmë votat e listës së asamblesë, duket qartë që janë 600 votat të listës serbe që kanë kaluar, që nuk është votuar kandidati tyre, por kanë kaluar të Lidhja Demokratike e Kosovës. Se realisht edhe 606 vota i ka marrë kandidati për kryetar nga lista serbe. Po. Që është Goran Dančetović. Goran Dančetović. Por kjo s'mjafton të thuhet që ka marrëveshje të fshehtë, apo jo, zoti Thaçi? Mund të jetë akuzë për konsum politik? Nuk është për konsum politik. Tashmë në disa media vetëm janë dalur disa fotografi të takimeve të tyre që i kanë në mes vete. Prandaj unë e them me përgjegjësi të plotë që jemi fitus në këtë garë, sepse jemi fitus vetëm me koalicionin që kishim me qytetarët shqiptarë dhe se sigurisht që ky koalicion me qytetarët shqiptarë do të na shpije edhe në fitore përfundimtare me 9 nëntor. Dhe dua ta kemi regjia në total këtë infografik që flet për rezultatin e kandidatëve për kryetar të komunës